Në listat zgjedhore të partive politike, 10 shqiptar supozohet se përbën ojkën e partisë. 10 më të dalluarit, mbi të cilët partia e ndërton fytyrën para votuesit, por edhe garanton popullin se ata janë persona që do të udhëheqin me shtetin. Vetëvendosja është partia më e madhe në Kosovë dhe me njerëz të kësaj partie tashmë janë provuar në qeverisje, le të shohim pak se çka ofron dhjeshja e kësaj partie. Donika Gërvalla Shvarc. Ajo, përveç se me krenari pati pranuar se është bashkëpunëtore gjykatës speciale, ende është në krijime sipër. Në momentin që funksionalizohet me këtë Brenda dokumente, mendësive që kam patjetër. do të dërgoni domosdoshmë. Patjetër. dhe gabimeve qesharake të tipit ka edhe kesmenagjem të skajshëm në ministri e plot skandale. Donika Gërvalla Shvarc e pati punësuar në ministri, familjarën e vet si këshilltar politik, i cili me profesion doli se është muzikant. Ja pati mundësuar vajzës vet përfundimin e praktikës në ministrinë që e udhëheq. Pati pranuar të dënohet 13.000 euro nga Agjencia për Informim dhe Privatësi, sepse refuzonte t'i bënte publike shpenzimet të burrit presidentës, Prindën Sadreu. Refuzonte ta deklarante pasurinë sipas ligjit. Por Gërvalla është përfshirë edhe në një skandal që qytetërisht kurse mori vëmendjen që duhet, me një tender për blerje veturash për ministrinë, të cilin e kishte manipuluar Gërvalla e ku ishte i përfshirë edhe famkeqi Martin Berishaj. Avni Dehari, e fundit dhe më fresta e tij është shkelja flagrante e kushtetutës, ku me vendim të gjykatës u konstatua se ai nuk ka vepruar në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Por Dehari e ka edhe një tjetër histori të errët. Ai është edhe personi dënuar për armbajtje pa leje. Një arsenal i tërë armësh ishin gjetur plakut vetëvendosjes. Çuditërisht, ai ishte dënuar vetëm me gjobë për një vepër ku për shkak të sasisë madhe të armëve të gjetura, burgimi do të duhej të ishte i pashmangshëm. Albulena Haxhiu, pasi gënjeu popullin, Ne nuk do të ndalemi derisa drejtësia për astritin të vjetëve. më pas nuk bëri asgjë në drejtim të zbardhjes së këtij rasti. Përveç që ja humbi një herë mostrat Astrid Deharit, e më vonë ju dogj Instituti Mjekësisë Ligjore. 3 herë. Albulena Haxhiu ju fut më vonë një seri të shkeljeve kushtetuese në një numër të paimagjinueshëm. Si shtrigat e mesjetës që diqnin librat e shenjtë, ajo përdhënoi aktin më të lartë juridik Kosovës, duke propozuar ligje antikushtetuese e duke prodhuar shkelje së paku 16 herë. Por më rënda e saj është kur premtimin kryesor të fushatës për vendosjen e drejtësisë në Kosovë e ktheu në një ligj antikushtetues e të pazbatueshëm. Hekuran Murati, ekonomisti që veç me ekonomi nuk merret dhe propaganduesi kryesor i vetëvendosjes sot, ja vodhi Kosovës mira euro, kur ilegalisht përfitoi nga fondi i sigurimeve shëndetësore. Ai flet për gjithçka, por kurrë nuk foli për këtë skandal. Për çështjen e babait tuaj, a keni ushtruar ndikimin që me marrë trajtimin shëndetësor, lutem? A mundesh lutem ministër shkurt mundal? Gjithsesi, kontributi i tij më i madh antikombëtar mbetet krahasimi i tij i gërditshëm i luftëtarëve të lirisë me mercenarë të paguar. Xhelal Sfesla, prodhuesi i trollakrisë më të madhe në krejt kabinetin e kaluar qeveritar të Kurtit, i cili edhe për agresionin e Serbisë në veri herë thoshte se kanë pasur informacione se Radojqiqi do të sulmojë me grupin e tij, e herë thoshte se grupi i Radojqiqit kishte përparësi se i zuri këta mbefasi. Ai përbën edhe një zhvatës të papërmirësueshëm të paras publike. Nga përfitimet për familjar, prej fondeve të qeverisë, te skandale si ai me pasaportat e Kosovës, e deri te numri rekord i kontratave të ndara me negociim fshet, Sfesla është abuzuesi i spikator i kësaj dhjetëshe përmarre. Mimoza Kusari Lila, a ka nevojë të flitet shumë për të nënshtruar në Milan Radojqiqin? Në koordinim herë me Slavko Simiqin e herë me Milan Radojqiqin, ajo është agjentja speciale e Albin Kurtit për kryerjen e punëve të ndyta. Halo? Kolega, evo stigao sam kod Milana, evo ti da se čuješ sa mnom. Ajde. Halo zemljaka, se čujemo? Da, čujem te. Dhe si shërptore e PAZ, vazhdon ta fitoj me merit një pozitë në 10-shën e parë të bandës më të pushtetshme në Kosovë. Hajrolla Çeko. Çeko është një keqpërdorues i njohur. Nuk ka sektor të ministrisë që se ka keqpërdor. Ministria e tij i përdor fondet për të ngopur për krahas e militant, deri të dhënia e fondeve edhe për organizata që i ka formuar vet. Por brutal si askush tjetër ishte treguar Çeko kur kishte filluar bllokimin e punëve nga komuna e Prishtinës, me qëllim nxjerrjen kesht kryetarit aktual,
me synim kandidimin për kryetar komunën të ardhmen. Aktualisht ka sheshe në Prishtinë që duken si gërmadha për shkak të blokadave që i ka bërë Qeko. Mos të flasim pastaj për emrime ilegale që Qeko i bën për persona që më pas i obligon krep. Normalisht, kësaj bande i prin Albin Kurti. Personi që aktualisht, bashkë me Enver Sikiraqin e Milana Radojqishin, refuzon që përgjigjet institucioneve. Ai ka thirrje të hapun edhe tani nga prokuroria për të dëshmuar në skandalin e rezervave, por refuzon të përgjigjet. Përfutjen e vendit sanksione, ndërprerjen e dialogut strategjik me Amerikën, marrëveshjen për autonomi territoriale në Bruksel me Serbinë, futjen e Elektroseverit, kompanisë serbe në veri, hajnin multimilionshë në energji me kompani si Noa e ajo e Vukhamovicit, s'po ma marrë kohën më shumë. Tashmë ju këto i dini. Gjithsesi, kjo dheshje e Kurtit merr vota në Kosovë. Është fakti pamohueshëm se vetëvendosja është partia më e madhe në vend. Sepse Kurti për shumë gjatë përbënte shpresën e shqiptarëve në Kosovë. Për një kohë të gjatë, ai ishte besimi, guximi e ideali i shumë vetave. Heqja dorë nga Kurti sot nënkupton edhe heqje dorë nga gjitha investim moral dhe pranimi se gabuan dhe gabuan rënd me të. Provat kundër tij sot janë të pakontestueshme, por nganjëherë për shkak të investimit të madh moral për njerëzit, më e lehtë është ta jetojnë iluzionin se sa ta përqafojnë faktin. Sepse kjo e vërtet akoma përbën një përqafim që dhëmb dhe një investim të quar dëm. Prandaj, sot, për shumë kë, më i lehtë është vazhdimi i gabimit se sa stopimi para të vërtetës.